Dhe gjithë shkojmë në Gjermani, dhe Gjermanët dhe Italianët i kemi pas pushtues. Ama me valixhe po shkojmë dhe me autobusa ndaj. Pra, gjithmonë bëhet ajo propaganda e vendeve fqinje serbe dhe greke. Sepse unë e shoh në vendin ku jam lindur dhe jam rritur në Shqipëri. Për 50 vite kemi 100 filma kundër Gjermanisë, Italisë, Turqisë dhe një film nuk e ka bërë në kohën Enver Hoxhës për masakrat serbe ndaj shqiptarëve dhe për masakrat greke ndaj shqiptarëve, se ato na kanë pushuar pra 50 vite sistemi Enver Hoxhës na nxitu urrejtë kundër Turqisë, Gjermanisë, Italisë. Kur fqinjet tanë Serbia dhe kjo duhet t'japi shpjegime. Pse? Pra dhe një është propagandë e fqinjve tanë, Serbia, dihet Slavët dhe Greqia që kanë mashat e tyre brenda sistemit, flas gjithmonë për Shqipërinë, po ndoshta dhe në Maqedoni dhe në Kosovë që nxisin këto punë. Pra na kanë vrarë, na kanë prerë. Po, hajde ti hapim letrën se na kanë vrarë, na kanë prerë. Kur ishte zhvillimi më i madh i shqiptarëve në Perëndinë Osmane, kur u bë zhvillimi i shqiptarëve që bënin tregtinë në të gjithë rajonin e Ballkanit e kanë pas shqiptarë tregtinë, sidomos pjesa e Çamurisë të gjitha. Do të shikojmë gjërat me dokumenta reale, jo dokumenta shtetërore, jo histori shtetërore që e mësojmë në shkollë fëmia. Po, por shkolla në gjuhën shqipe nuk e pasur. A do ta ngjosh 3 minuta për punën e shkollave se shumë gjë. Aty. Vetëm gjoni dhe kam një përgjigje, po duhet mësoni pak. Ajo ra kur Katerina e Madhe fitoi luftën ndaj Osmanëve në vitin 1780. Dhe në 83 Katerina e Madhe me qenë nënshtrovi Turqinë dhe vuri kush. Rusia nuk pagonte asnjë rus, asnjë slav të atim taksat në Perëndorinë Osmane 1. Të gjithë ortodoksit e krishterë, nga toka e shenjtë deri në Selinë e shenjtë, përveç shqiptarëve ne s'kishin kishë ortodokse, i merr në mbrojtje Rusia mëm. Të tjerët popull pa identitet fetar, si ishim në shqiptar, flasin për ortodokse dhe katolikët, do asimilohen. Të hapin shkolla vlehe, bulgare, greke, këto, Katerina e Madhe dhe Turqia në shkrovi. Pse në shkrovi? Se u mund, humbi luftën. Kjo është bërë në kohën e Katerinës Madhe, prandaj duhet i shikoni. 2. Sa ndërgjeje kishin shqiptarë për mësu në shkolla që të hapin shkolla? A mund më thoni? Se ne thonë, s'kemi shkolla, pa kishë mësus. E kryon, ndërgjegje, kryon. Dhe ata që kishin ndërgjegje, ishin që të gjithë shqiptarë që ishin shkolluar në shkollat greke dhe fetar për ftrim. Nga Negovani, e nga tje duhet ta shohim historinë më shumë, jo shkolla s'na lan. Hapni dokumentat, kush ishte rrjedhja? Ishte Rusia ajo, dhe shtetet slave, dhe Greqia, dhe Polonia, dhe shtetet që ishin në pushtimin osman, ishin rusët. Ndëgjoj, Arben, unë se shtetet pa diskutim që diplomacitë dhe marrëdhëniet me shteteve duhet janë dhe duhet të jenë mira. Po, kemi pasur 500 vite. Kemi jetuar bashkë, nuk mund të bëhen ato mohohen gjërat. Po, dikush e quan pushtues Perëndorinë Osmane. Jo, ai ka qenë pushtim. Kur them dikush ke historian që. Nëse të hyjmë te histori, duhet nxjerrim dokumentat. Ai quhet pushtim. Patjetër, por duhet shikojmë rrethanat, kohën, sepse disa vende që ne i quajmë tokat tona shqiptare, Turqia apo Osmanët i kanë marrë nga Venediku dhe i kanë marrë nga Serbia, se ne shqiptarët shehim atë historinë 700 vjeçare që slavët na kanë pushtuar neve. Dhe ne asnjëherë nuk flasim që serbët me 300 vite pushtim, troje shqiptare i çun toponime deri në Athinë. Dhe ende ne kemi ato toponime tash, mos e shikojmë krahasime, do shikojmë ku ka ndodhur koha, sepse flasim në kohë të ndryshme, konceptet, kontekstit historik. Po konteksti historik. Pra, kur ka marrë Turqia, disa troje shqiptare ja ka marrë Venedikut, shqiptarët ishin të pushtuar nga Venediku, anë nga Çamëria poshtë. Do t'i shikojmë kështu. Kur ka marrë disa troje tjera Turqia në atë kohë veri, shqiptarët ishin në zgjedhjen serbe. Do t'i shikojmë që gjërat më ashtu historik, por për fat keq, profesorët tanë shqiptar historian, qoftë në Jugosllavi apo në Shqipëri kanë qenë të ndikuar nga literatura greke, serbe dhe ruse. Edhe nga vetë sistemi komunist. Dhe po ja u them dhe këtë gjë, që një historian nga Prishtina, po ja fakta në vitet 80 e çon Udba, shqiptar për Prishtinë, historian, të studiojë në Selanik. Shqiptar dhe ai kur vjen mas 10 viteve studime na nxjerrë 2-3 libra që shqiptarët janë ardhas. Cili historian është ai? Është i ndjer tani, nuk se s'do ta themi. Shkëlqyer Raça. E çovi hapni ato kartelat, e gjera kartelën aty mes Selanikut dhe kanë nxjerrë 2 libra që shqiptarët janë ardhacak në Greqi. Po si, kur flasim për troje shqiptare në Greqi, si që kemi në ardhacak në shekullin 14 dhe shekullin 15 në Greqi, pra, po nëse të hyjmë kontekstit historik, duhet të jemi shumë të kujdesshme. Ka histori shtetërore dhe histori akademike, që nuk të falë. Pra duhet i hapim gjërat realisht. Jo rastisht disa historian avancohen me direktiva shtetërore për të fshehur të vërtetën. Prandaj duhet jemi pak i çik kujdesshëm, sepse jo rastisht kemi pasur rreth 30 kryeministra
në Turqi, në Perëndorinë Osmane. Mirë. Dhe ajo që është më kryesore, pashallarët që ishin në Perëndorinë Osmane ishin shqiptarët, dhe janë ninës dhe vendet e tjera. Dakor. Mirë, okay, po